Këshilli i Përgjithshëm e miratoi. Lumir Abdigjiku do jetë i nominuar i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër të vendit në zgjedhjet e 28 dhjetorit. E vetë lideri i demokratëve u shpreh gatshëm të hyjë kësaj gare për të mirën e Republikës. Ky aprovim para se të jetë privilegj është përgjegjësi e madhe që më vije bisupe dhe për të cilën jam gati. Jam i gatshëm të pri, jam i gatshëm të ecim bashkë, jam i gatshëm të mbaj peshën e kësaj detyre në emrin tuaj, në emrin e vendit tim. Nominimi i tij, siç tha Abdigjiku, nuk ishte arsyeja vetme që mblot të hënën Këshilli i Përgjithshëm i partisë, por konsideron se ishte thirrje nga populli që është lënë në harres. Ky tha se LDK po ngrihet për të dhënë zgjidhje, andaj morën një vendim. LDK po hyn në një garë të re elektorale me një forcë që nuk vjen vetëm nga numrat elektorale, por nga përvoja, nga qëndrueshmëria, mbi gjitha nga trashëgimia jonë. Ai pati një mesazh për njerëzit jashtë kësaj salle. Se Lidhja Demokratike e Kosovës është gati. Abdigjiku akuzoi qeverinë aktuale për mungesë të moralit demokratik, mungesë të përgjegjësisë qytetare dhe dobësim të aleancave strategjike që sipas tij e kanë mbajtur Kosovën të sigurt për dekada, derisa foli për situatën ekonomike, theksoi se Kosova po përballet me ekonomi të ngurtë, bizneset e lodhura, investimet e bllokuara dhe qytetarë të dëshpëruar.